Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e 29 maj 2025. Dashi. Kontrolloni tensionet, veçanërisht në dashuri. Shpenzimet e tepërta ju shqetësojnë prej kohësh. Demi. Përdoreni këtë kohë për të bërë takime që mund të jenë gjithashtu të rëndësishme për punën tuaj të ardhshme. Kjo situatë lejon të zgjidhen keqkuptimet dhe tensionet. Binjakët. Dita pozitive, shëlbimi dhe dëshira për të dalë në pa. Historitë e reja sjellin energji të madhe, edhe nëse disa mund të jenë pak të kujdesshëm. Gaforja. Nëse kompania juaj po përjeton një moment inovacioni ose po hapen perspektivat e reja të punës, një transfer nuk përjashtohet. Puna tashmë është përmirësuar për këto ditë, në dashuri kërkon më shumë durim. Luani. Një ditë magjike për ata që kërkojnë një dashuri të re, një kombinim oksi në ndjenja, ashtu edhe për atë praktik, nëse keni pasur një izolim, ai fillon përsëri mirë. Virgjëresha. Faza e reflektimit në punë dhe në familje. Tani nuk është e nevojshme të mendoni për të kaluarën. Nëse takoni një person të vështirë, mos shpresoni se ai do të ndryshojë personalitetin e tij. Peshorja. Është e mundur që në orët e fundit të kësaj dite të ndjeheni pak të dobët. Mos e teproni me polemika sepse përfundoni në gabim. Akrepi. Dita kur duhet të dëgjoni shumë njerëz pavarësisht nga vetja juaj, kritikat ndaj një institucioni, një kolegu, marrin kohë për të reflektuar, në dashuri peshon monotonia, mbetet një tension i vogël. Shigjetari. Ekziston rreziku për të bërë shumë gjëra dhe për të arritur pak, megjithatë energjia nuk mungon. Punë të reja larg ambientit të zakonshëm. Briqapi. Mundohuni të bëni zgjedhjet tuaja, vendimet tuaja, por mbi të gjitha për të rimarrë forcën fizike sepse ndiheni të lodhur. Aktiviteti i profesionistëve të pavarur por i më këmbet në mbrëmje i qetësuar. Ujori. Nëse mendoni se meritoni një promovim apo diçka tjetër, filloni të bëni një kërkesë këto ditë, nuk keni pse të mbydheni. Mos bëni shumë gjëra së bashku, ngadalë por riktheni dëshirën për të bërë dhe gjithashtu një ton të mirë fizik, takime me fat. Peshqit. A jeni gati për të filluar kontakte të reja dhe marrëveshje të reja? Pranoni një ftesë, shikoni përreth. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.